Rolli. Pari ju urojmë mirë se ardhjen gjithve në ekspozitën e dytë të piktorit Sazan Mane, por që ndoshta më mirë ne njohim si operator, sepse dhe puna e tij shumë vjeçare është operator. E ka nisur së pari si piktor ekzekutiv në kinostudion dikur Shqipëria e Re, dhe më pas me çekjen e televizionit kombëtar shqiptar kaloi si operator. Një punë shumë vjeçare ku ka realizuar mjaft emisione dhe dokumentare, njëkohësisht nëpërmjet asaj pune pra cilësore ka pasur fatin të nderohet edhe me çmime të veçanta me punën e tij që ka bërë, dhe sot mbas shkëputjes nga televizioni kombëtar dhe nga vendi njëkohësisht emigron në Greqi, ku e vazhdon paralel punën e operatorit me duke ekspozuar, duke pasqyruar gjithë veprimtarinë e shqiptarëve këtu që organizojnë emigracion, por çuditërisht na befason në pasionin e tij të parë me pikturën. Thash është ekspozita e dytë personale, pasi ekspozita e parë është gjetur 7 vjet, gati 7 vjet më parë në Zografo. Sot jemi pra në ekspozitën e dytë me 30 punime. Është një ekspozitë, siç do ta shikoni edhe vetë, besoj mjaft interesante, i përket rrymave realiste, impresioniste, por Sazani i përqen të thotë dhe ka dhe një rrymë naiviste, thotë. Do të ta marrim konsiderat edhe këtë. Ka një karakteristikë të veçantë Sazani, i cili nuk punon si çdo piktor tjetër, por përdor një stil të veçantë. Punon duke përdorur penelin, edhe shpatullën, po kryesisht penelin, por me pika. Nëse do të vini në pikturat, do shikoni pikturat janë ndërtuar me pika. Punime në vaj, sigurisht, janë punime në vaj. Nuk do të zgjatem shumë, do të doja që t'i merrni vetë impresionet nga këto punë. Gjithsesi, unë ju uroj shikim të këndshëm, por përpara do të doja të dëgjojmë edhe Sazanin me dy fjalë, nuk e di. Io dato che si Victor Luski në studio në Tekor. Por shumë vjetë ku çet televizion, kanal televizion. Jo, unë dua të them që pse arrit këtu. Tashti. Po, si do të dalë. Tashti, punova 30 vjet operator dhe unë erdha për vota ato punë në Shqipëri. Dhe i ka dhe unë, erdha këtu në Greqi. Dhe unë kisha haruar kisha piktor. Megjithatë, prap, kameramani është dhe piktor. Nuk ndahen. Në tjerë u kujtova, po marrë Biles duhet piktor, pastaj edhe fillova të piktoroj. Shikoj prap. Edhe kamerë, realisht, edhe këtëra. Kështu që bëra këto punë me shumë dëshirë, me shumë pasion, me shumë përkjerë. Nuk do flasë më shumë, se flet do flasë vetë punën. Vetëm punën. Vetëm do t'ju them se kjo ekspozita është qelur në këtë qendër që quhet Ashkinar, Copë za Ardi, edhe Sazani na sjell një copë za Ardi me punimet e veta. Apo jo? Zoti Vitri, shikoni. Po. Unë ndoshta në krahasim me tjerët kam kënaqësi pak më të veçantë që marr pjesë në ekspozitën e dytë të Sazanit, sepse pak e din që unë kam ja 50 vjet që e njoh Sazanin, kemi qenë në bankat e shkollës fillore së bashku, e gjej këtu operator dhe piktor. Më vjen mirë që këtu janë gjithë miqtë e Sazanit dhe miqtë e mi që e kemi nxitur Sazanin që të hapi këtë ekspozitë, dhe ja sot të shikojmë. Nga punimet që kam parë Sazanit, them që ai ka krijuar individualitetin e tij. Tash kudo që ti ekspozoj pikturat pa emër,
e gjen që janë Sazan Manës. Kjo është veçanta. Mendoj që edhe të tjerët bashkohen me këtë mendimin tim. Unë i uroj Sazanit dhe të gjithë krijuesve të tjerë që janë këtu, punë të mbarë. Tek ambasada shqiptare në Athinë do të gjejnë si edhe deri tani mbështetje për çdo gjë, do ta kenë mbështetjen, do ta kenë stimulimin dhe është shtëpia jone e përbashkët. Ju uroj Sazanit edhe për ekspozitat të tjera në të ardhmen, ashtu siç ju uroj gjithëve juve në krijimtarinë tuaj letrare, artistike, artën figurative dhe të tjera. Faleminderit. Jam munduar të punoj klasiken, të gëshëtuar edhe me modernen, me abstrakte në fjalë. Kam portrete, peizazh edhe kompozime. Punoj me puntamis me pika, më pëlqen shumë ky lloj stili dhe më pëlqen shumë ngjyra e pastër, ngjyra e ndezur. Pase edhe vetë natyra mi tillë kështu qeshur edhe ngjyra nga dua të tillë. Dhe kisha haruar pikturën, të thëmë vërtetën. Harova që isha piktor dhe kur erdha këtu si emigrant, më ra mend që kisha bërë dhe një shkollë për pikturë, që isha dhe piktor dhe fillova të punoja avash edhe një tablo dhe një tjetër, gjësa arrita këto që shihim sot në ekspozitë. Pretendoj që në të ardhmen tjetër, në një ekspozitë tjetër, e cila mendoj se mund të jetë akoma më e avancuar, më ato që unë dua kërkoj.